Qekmarkaj. Të nderuar deputet, e nderuar drejtues e seancës, nuk e di pse, të lutemi na. Nuk e di pse duke dëgjuar disa kolegë sot në gjysmën e dytë të ditës, edhe nuk po ndërtoj këtu një asociacion, më kujtua ai vargu popullor që kishte aq shumë për zemër Fajkonica. Gomarica shkon vërdall, mbushur hir, mbushur llall. Do të përpiqem të shpjegoj një koncept timin modest shkurt parën në pozitat e lektorit të konceptit mes historisë dhe rastësisë. Shumë prej nesh në këtë sallë mund të jenë rastësor, një kombinim rrethanash, një kombinim zelli, një kombinim nevojash. Disa tjerë vinë dhe ndikojnë këtë sallë me ligjërimin e vet politik, me retorikën e tyre, ndikojnë parlamentin, ndikojnë Shqipërinë, ndikojnë dhe historinë. Disa tjera i kalojnë anash historisë, përpiqen të kacavirën për xhaketën e saj. Disa kanë lindur vonë, disa përtojnë të lexojnë, disa kanë nevojë të duken, nuk është gjë e keqe, është ambicie njerëzore, por pash që gjatë gjithë pasdites revokuat vëmendjen e Sali Berishës në sallë. Një vëmendje që nuk e patet. Për ata që s'kan lexuar dhe për ata që nuk e din peshën e historisë, duhet ju kujtoj 2-3 gjëra, pastaj ta bëjnë vetë analizën. Po kush përmendi Mojzojnë, kush përmendi? Po s'kam frikas, kush jeni ju si ju njoh? Nuk ju njoh. Ju lutem. Duhet ju kujtoj që Sali Berisha është themeluesi i pluralizmit, i shtetit drejtës, po nuk ju nderon kjo pas thirrmat për qeshje, se Edi Rama nuk po ju shef sot, është në Washington. Një ditë kalon Edi Rama, kalon dhe Sali Berisha, kaloj dhe unë, kalon dhe ti, po historia mbetet. Është njeriu që futi Shqipërinë në NATO, njeriu që bëri Shqipërinë pa viza, njeriu që ndërtoi infrastrukturën moderne, njeriu që bëri Shqipërinë pa banda dhe lejoi rotacionin demokratik të pushtetit. Pra keni parasysh kur merrni guximin për ta revokuar me drejt dhe pa drejt ore çast. Tani shoh që kolegu Tauland Balla nuk është në sallë, por ai na ftoi që të ndiznim celularët dhe televizoret. Dhe ne e bëm këtë në fakt. Dhe për fat keq duhet të them diçka që nuk më pëlqen ta them, por që është e vërtet. Me afër e kishte Donald Trumpin Niko Peleshi, Fatmir Mediu tek mëngjesi i lutjeve, se kryeministri ynë sot në bordin e paqes, që gjë shumë e mirë që Shqipëria është në bordin e paqes. Prit. Tani përsëri duhet të kthehem tek historia që është mësuese e jetës, siç thonë latinët. Dhe duhet ju kujtoj që i vetmi president që është pritur në zyrën ovale edhe me oshetim topash është Sali Berisha në vitin 1992 nga presidenti George Bush, dhe po kaq në vitin 1995 nga presidenti Bill Clinton, dhe po kaq është kryeministri që ka pritur një president në detyrë, George Bushin, në Shqipëri. Është një këngëtar italian, Califano, ka një këngë të famshëm, thotë tutto il resto è noia. Çdo gjë tjetër pastaj është bezdi. Dhe pjesa tjetër është paradoks, që ngjizet rastësisht dhe zhbehet nga arsyeja. Tani le të kthehemi tek projekt ligji i kolegës Zhupa. Ndonjëherë duhet folur për trishtimin dhe absurdin që ka mbërthyer trashëgiminë tonë kulturore. Për atë që duhet të ishte krenaria jonë kombëtare, por që sot shpesh duket si robinj në duar kopukësh dhe matrapazësh. Trashëgimia kulturore po shndërrohet në mall privat për të pasuruar shumë miq të qeverisë dhe për të zbukuruar bizneset e tyre nga njerëz që dinë çmimin e çdo gjëje dhe vlerën e asgjëje.
Rilindja kombëtare, një lëvizje që na formoi si komb në lloj identitet, histori dhe kulturë. Sot emrin e saj e ka rrëmbyer Edi Rama dhe Partia Socialiste. Është guxim vërtet shumë i madh. Po ju pyes, kush nga ju ndihet rilindas në këtë sallë? Cili është Naum Veçilharxhi për jush? Kristoforilli, Naim Frashëri, nëse në njëri ndihet le të ngrej dorën dhe t'ja njohim të merit. Sevasti Qiriazi, Gjergj Fishta, Faj Konica, Mjeda apo ndonjë tjetër. Braç që ngjan pak me krikrinë në fakt. Jo, ishte gjë serioze, të bëra kompliment, thash që ngjan pak me krikrinë. Shumë nuk e din, ti mund t'ja shpjegosh, po mund ta kërkojnë në ChatGPT kush ka qenë. Tani le të themi pak të disa çështje kulturore. Shikoni pak shtëpitë e Tiranës. Me përpara shumë vila shpallishin monumente kulture. Dhe me pas besoj fort në njohjen e korrupsionit, statusi u hiqej, disa digjeshin dhe ndërtoheshin kulla, sigurisht duke lënë me një gjithë historinë dhe identitetin e kryeqytetit. Po flitet shumë që edhe këto ndërtesa që kemi përballë ne, ish legata italiane, ndërtesë me status historik dhe Institutit për ndjekur e politik, mendohet që mund të shembet së shpejti dhe vendin e saj ta zërë një kullë gjigande. Muzeumet në rrethe, bosh, në degradim, me fotografi të zverdura, me minj që brejnë kujtesën dhe ndërgjegjen tonë, ndërsa pushtetaret brejnë parat publike. Dhe sigurisht nuk ka mirëmbajtje për muzeumet, por e kam një propozim konkret. Ju si mazhorancë keni arritur një standard të jashtëzakonshëm në nivelin e korrupsionit dhe krenoheni me shumë turista që vinë në Shqipëri. Është mirë të bëni një muzeum për korrupsionin. Keni shumë eksponent dhe eksponate në Durrës, tek burgu i Durrësit dhe shumë tjera mund të shtohen këtu nga salla ose nga qeveria, kështu që mund dalë një muzeum shumë interesant të josh turistët nga gjithë bota me